Në këtë mandat me vendosmërinë për të përfunduar projektet kapitale. Nuk pja kuptoj këtë inat Sokolit, ndoshta nga arsyeja pse nuk e kanë propozuar Sokolin për... Po sigurisht pak e kanë edhe inatin që kanë metë shumë mbrapa atje. Duke i uru kryetarit Rama detyrën e sapo marrur, e vendosëm disa herë edhe një urim aty tek emri i kryetarit ku shkruan te urime koalicioni LDK, PDK, AK, Nisma, PSD, e tjera, se ka edhe shumë. Nuk e di pse po ju pengon. Nuk e di pse po ju pengon asamblezëve të këtij subjekti ky urim, pasi që një gjë e tillë po dëshmohet me vetë mos propozimin e kryesuesit kuvendit. Pra grupi më i madh parlamentar, në këtë rast Lidhja Demokratike e Kosovës, pati rastin të propozoj kryesuesin dhe nuk e propozon, ndërkohë urimin për një koalicion kaq gjigant e mohojnë dhe e largojnë letrën. Ju lutëm, veç keni durim se e morët fjalën, ju dëgjum të gjithëve, kështu që nuk pja kuptoj këtë inat Sokolit, ndoshta nga arsyeja pse nuk e kanë propozuar Sokolin për... Kështu që për me zbut këtë inat Sokolit, unë e propozoj Sokolin si kryesues të kuvendit. Ashtu pra, Sokol havo. Qetësi. Vazhdojmë seancën me Alianca për Armëninë e Kosovës a ka propozues. Alianca për Armëninë e Kosovës. Qetësi, ju lutem. Natyrisht se kjo është një propozim i cili këta e bëjmë për qëllime tjera dhe nuk mund të shkoj si tillë, sepse unë nuk pranoj të jem në kuadër të propozimeve, po sigurisht pak e kanë edhe inatin që kanë metë shumë mbrapa atje. Kështu që edhe parullat politike në një seancë solemne duhet t'i lojmë anash, edhe të kalojmë në pikat e rendititët, gjë e cila ishte edhe kërkesë e vazhdueshme e jamja, zonja kryesuese.